Keni pasur ndonjë surprizë, ndonjë ekip që nuk e keni pritur, le të themi që do arrinte deri në këtë fazë me 2 fitore, po them, ndonjë ekip që ka surprizuar. Ose nëse do një të papërmendun, për shumë Meksika ka 3 fitore, Maroku po ashtu po bën mirë. Po të shikosh Meksikën, Meksika është një komb i cili ka prodhu gjithmonë futbollistat të niveleve të larta, janë një komb shumë i ngroft, e dojnë shumë futbolin, po të shikosh në stadiumet ku ato losin tifozat 6 shtator para, tifozëria është e çmendur, janë komb latin që losin futbol, kanë shumë dinamizëm, losin token e tyne, edhe motivi është ekstra. Edhe kjo e bën Meksikën normalisht përderi sot për atë që ka përlu, e bën një skuadër interesante. Por në njëjtën kohë janë neshjet e grupit, edhe neshjet e grupit me eksperiencët e botënorit, është që në neshjet e grupit tolerohen edhe gabimet, edhe ke mundësi me gabu, ke mundësi me hum pik, ose me hum në